Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. Të nderuar vëllezër dhe motra, sonëtimi takimin e radhës. Allah në lutem që Allah të i bëjë takimet tona, të i bëjë të dobishme në dunja dhe të shpëlyra ditën e takimit me të. Dorso ne vazhdojmë, sikur që e dini apo keni harruar, vazhdojmë me komentin e surës Ad-Duha. Kemi mbetur në gjysmën e kësaj sure dhe kemi thënë se kjo sure ka ardhur në një moment të vështirë për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, në një ngarkesë që kishte pejgamberi sa në një paqartësi, në shkputje të shpalljes. Allahu xhallahu ala ka vazhduar me zbritjen e shpalljes dhe pastaj ka sjellë disa mësime të rëndësishme pejgamberit sallallahu alaihi wasallam se pavarësisht që ka ndodhur në raport me të, ti je i dashur i Zotit. Të ndërozër, ky konfirmim kuranor në raport me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam është sinqerisht ndoshta nga përzim më të mëdha që janë për pejgamberin alayhi salatu wasallam fillimisht, por pastaj edhe për të gjithë ata që i ndjekin rrugën e tij. Edhe pse është ndërprej shpallja, edhe pse pejgamberi alayhi salatu wasallam nuk e ka ditë se a thua vallë pse është shkput ndërprej shpallja, megjithatë Allahu xhallahu ala ka garantuar se gjitha këtu janë me urtësitë Allahut te barekuhu teala, ndërsa në raport me ty e dërguar Allahut, Allahu azza xhall nuk të lën kurrë, as nuk Allahu xhallahu ala nuk është asnjëherë i hidhur e asnjëherë me të përbuz. Allahu azza xhall është kujdes për pejgamberin sa në vazhdimsi të ndrua vëllezër dhe i ka dhënë mirësi të shumta. Saqë në një rast Aisha radhiyallahu taala ka thonë, po e shoh Zotin tënd që ke çka po e kërkon ti, çashtu Zoti po bën. Në kuptim të asaj që Allah e ka përkrahur pejgamberin sallallahu alajhi wasallam, Aisha ka thonë, po e shoh Zotin që po pason me veprimen në përputhje me ato çka ti bëhesh i kënaqur. Andaj gjithçka që Allah ka caktuar për pejgamberin sallallahu alajhi wasallam, çka do që i ka ndodhur, ai ka qenë i kënaqur. Nga se e ka di se Zoti i tij nuk e lën e nuk e braktis. Allahu xhallahu ala të ndëruar ka thënë pastaj wal akhiratu khairun laka min al ula, dhe çka do që ndodh në dunja, padyshim se ahireti për ty është më i mirë. Ajo që Allahu për ty ka përgatitur, ato që kemë marrë në ahiret, është shumë më mirë se ajo që mbetesh pa marrë në dunja. Dhe ahireti, kemi thënë të ndëruar, është gjithmonë një ngushëllim, një inkurajim, një frymëzim i vazhdueshëm për muslimanin. Dunjaja të ndëruar asnjëherë nuk ja ka përmbush askujt këtë kërkesat. Nuk ka njëri në dunja që krejt që ka dasht ai pe dunjas i ka dhënë dunjaja. Përkundrazi, ka shumë njerëz që kanë vepruar, janë angazhuar për shumë më tepër se që kanë pas, e dunjaja pak ju ka dhënë. E dunjaja ka shumë më pak se ata që kanë paramenduar. Andaj pritshmërit dunjaja askush ja ka plotësuar. Ndërsa ahireti është ndryshe. Allah xhallahu ala kur flet për pritshmëritë tona në ahiret, flet jo në përmbushje, por në tejkalim të imagjinatës për përmendu këtë përmbushje dhe këtë pritshmëri. Këtu është dallimi kryesor mes dunjas edhe ahiretit. Andaj besimtari në dunja din çka kërkon, din cilat janë pritshmëritë e tij në raport me dunjan. Dunjaja është vend ku ka sprova, ku ka dhe mirësi, ka begati. Në dunja të ndëruar vëllezër ndodh që gënjeshtari shpërblehet, certifikohet si njëri vërtet. Një është e drejt, e të vërtet, shpallën si të pavërtet. Ka mundësi që kriminalet qarkullojnë të lirë, e të mirët, e të sinqertit, realisht janë të kufizuar e të penguar në lëvizjet e tyne. Dunja është e këtillë, veçanërisht duke shkuar ka koha e fundit, ka afrimi i ditë gjykimit, ku pejgamberi ka paralajmëruar edhe për përmbysje të mëdha edhe të koncepteve më elementare të jetës në dunja. Sikur që ka thënë pejgamberi alayhi salatu wasalam, se ta'ti ala an-nas sanawatun khadda'at, do të vinë tek njerëzit vite të mashtrimeve të mëdha. Yukadhabu fiha as-sadiq, njeriu që flet vërtet i thonë s'po flet vërtetën, wa yusaddaqu fiha al-kadhib, ndërsa gënjeshtari i thuhet çashtu të është çish po thuti e kështu me radhën. Tradhtar i thuhet besnik e patriot, e besnikut e patriot e sinqert i thuhet tradhtar e kështu me radhë. Kjo përmbysje nuk duhet asnjëherë të ndërozër
besimtari me e shman nga binarët e duhur. Nga se presioni për dishmërisë dhe ndryshimi i madh i aktualiteteve ka mundësi që besimtari nga njerë me hamen, a thu val, kahmira, cila është rruga e duhur. Duhet me njëk gjithë më rrugën asaj që na ka mësua Allah dhe pejgamberi s.a.s. Pavarësisht pastaj etiketimeve, pavarësisht asaj që mund ta marrësh në fund të veprimit edhe të vendimit tënd. Me rëndësi që njeriu me i koordinu vendimet e tij, qëndrimet e tij, reagimet e tij gjithmonë në përputhje me udhëzimet e Allahu xhallahu ala dhe pejgamberit të interpretuara nga dietarët tonë, nga njerëzit e dijes, nga se kjo rruga e duhur. Të ndrozur, ato çka dietarët na kanë mësuar, ato çka ulemaja na kanë mësuar, duhet të jetë realisht udhërfyesi jo në rrugtimin tonë drejt Allahut te barekuta, në tejkalimin e gjitha këtyre barierave, përmbysjeve, problemeve që shfaqen në rrugtimin tonë jetën e kësaj bote. Nuk duhet asnjëherë domosdoshmë me ilshu këmbë të dietarëve, njerëzve të dijshëm që janë të dëshmuar në histori gjithmonë se muslimanët sa kanë ndjekur udhëzimin e tyre me lenin Allahut ja kanë dalë në çdo sfidë dhe në çdo problem. Prandaj Allahu xhallahu ala ka thënë: "Wal akhirah", ahireti është për ty padyshim më i mirë. Edhe në kuptim të përfundimit si dalin nga dunjaja, por kemi thënë se edhe Allah i ka thënë se kjo gjendje nuk ka më vazhdu me ty, kështu. Kjo gjendje këtij presioni, kjo gjendje kësaj shtypje që ti po e përjeton Mekë nuk ka më vazhdu. Andaj vitet e ardhshme, wal akhirah, vitet e ardhshme do të jenë shumë më të mira për ty se ato që kanë kaluar. Dhe kështu ka qenë. Pejgamberi ka shku pastaj duke u forcu, duke qenë më stabil, duke u ushtri ndikimi i tij, duke u faktorizu në të ardhmen për dhëm nga gjendja e tij kur ka qenë në vitet e para në Mekë. Dhe pastaj Allah i ka thënë: "Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda." Shkojnë të ndërlozër deri këtu ka shumë përgëzime. Ka shumë përgëzime. Nuk të ka braktis Allahu, nuk të përbuz Allahu, nuk të lënë Allahu, nuk hidhrohet mbi ty Allahu kurrë. Aja që ka është pregadit për ty në të ardhmen është shumë më mirë se e tashmja. Këtu janë premtimet mëdha, këtu janë përgëzimet mëdha. Dhe shikoni prapë për gdhelin hynore në raport me pejgamberin sallallahu alajhi wasallam, "Wala sawfa yu'tik", dhe kam me vazhdu me në vazhdimsi, të betohem deri sa të kënaqesh. Deri sa të kënaqesh. Edhe pse pejgamberi nuk kënaq me pak, "Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda", kam me don Zoti yt, do deri sa të kënaqesh. Deri sa realisht nuk mbetet asgjë diçka që realisht ty të bën të pakënaqur. Pejgamberi nuk ka qenë i pakënaqur me caktimin e Allahut azza xal. Por kemi thënë se ajo që e kënaq pejgamberin ka qenë shpërndarja e besimit. Shpërndarja e besimit, domthonë rënimi i idhujve që realisht e kanë shëmtu njeriu, e kanë shëmtu mendjen e njerit, e kanë shëmtu besimin e tij. Largohet padresia në Mekë, largohet padresia dhe shtypja ndaj të varfërve, ndaj të dobtëve, ndaj grave, ndaj tjerëve, që realisht ka qenë dominante në Mekë. Edhe kjo ka mu largu, ki mu knaq, ki me paqe, ka mu kthy situata në normalitet në Mekë. Edhe gjithashtu gjithmonë kemi u knaq në dunja edhe në ahiret. Të ndërua dhezër, pejgamberi alayhi salatu wasallam në raport fillimi dhe fundi, gjendja e tij e disponimit, kur ka qenë me e kompletuar, në fillim apo në fund? Në fillim një besimtar, 2, 4, 5, në fund haxhin e Mtumirës, si e ka braktis pejgamberi dunjan? Me mira besimtar në Arafat për ati, Mekja në këmbët e tij. Tauhidi, njësimi i Allahu xhallahu ala i përhapun gjitha vendet e fisëve që ai ka komunikuar me ta. Dhe po aja realisht porosit e fundit besimtarve me bindje se do të vazhdojnë tutje, me përgëzime se do të vazhdojnë tutje. Andaj ka vdek i qetë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, ka vdek rahat pejgamberi sallallahu alajhi wasallam i kënaqur, ma që Allah xhallahu ala i ka premtuar. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Edhe vazhdimësia e ritakimet me pejgamberin do të jetë e ai i kënaqur me ummetin e tij, apo nga se do të jetë numerikisht ummeti më i madh ditën e gjykimit, sikur që ka në hadithet e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Edhe numerikisht ummeti me, domethënë, prezencë më të madhe të mundshme në xhenet. Nuk ka ummet i asnjë pejgamberi që do të ketë banor xhenit më shumë se ummeti i pejgamberit alayhi salatu wasalam. Prandaj gjitha këto janë tregues që Allahu xhallahu ala do të të kënaqur e ka me kënaq pejgamberin sallallahu alajhi wasallam në vazhdimsi. Mirë po të ndrozur, nuk do të ketë me keq kuptuar dikush edhe me thonë që
kjo është realisht një lloj lehtësimi për neve dhe përgëzimi për neve se sot që kemi tmeta ne, kemi lëshime ne, Allah e dën pejgamberin, në hijen e asaj na fal neve, është e vërtet, por nuk duhet me keq përdor kët. Nuk duhet dikush domthonjë që me manipulu me këtë përgëzim. Nga se ka me pas njerëz që nuk do të jetë i kënaqur me ta pejgamberin në ditën e gjykimit. Apo nuk do të jetë i kënaqur me ta pejgamberin në ditën e gjykimit. Kush ata? Ata që i kanë ndryshuar kuptimet e fesë, ata që kanë manipuluar në fesë, ata që i kanë keq kuptuar argumente e fesë. Do të pejgamberi larg për meje. Andaj ai që thotë se njeriu i cili për shembull mjafton me thonë besoj Zotin e manduar, edhe pse s'falet, edhe pse xhiran, edhe pse bën mëkate të dhëshme, me lenin e Zotit ja fal Zoti xhallahu ala. Me çfarë baze? Me çfarë argumenti? Kush të ka thonë? Me çfarë legitimiteti? Apo kështu s'ka thonë pejgamberi alayhis salam, me këtë zbehje të fetarisë, me këtë manipulim të argumenteve nuk është i kënaqur pejgamberi alayhis salatu wasalam. Andaj nuk duhet që gjitha këto përgëzime, gjitha këto argumente, me dhëri që ta bojnë kenar, tash me ardhe me i keq përdor për të legjitimuar dikush epshin e tij, për legjitimuar dikush interesin e tij. Zban, ndaluar është. Nga se realisht ai që tenton për shkak të interesit personal me përmbys një gëzim umetor është nga kriminalët dhe të padrejtët, nuk është në rregull. Prandaj ka tmeta, ka lëshime, çdo kush nga ne ka mëkate veta, por duhet inkurajuar për pendim. Po Allahu fal, Allahu xhallahu ala mbulon, po atë që pendohet e kthehet tek Allahu te bareku teala. Ai i cili domon don me qenë rrugën e mirë, çata Allahu e fal. E pa ai që jepet pas epsheve, ai që jepet pas kujtës, pas lakmis, pas padrejësive të shumta, e kështu me radhë, domon zhderson vlerën e namazit të adhurimeve, zhderson shëmtueshmërinë e mëkateve, i zhytur apo e zhytur mëkate të shumta, e në fund na fal Allahu azza xal, kjo është hajgare. Kjo nuk është fe. Feja është ndryshe. Feja është po, ne mëkatojmë, kemi lëshimet tona, feja është përpjekje, feja është mund, feja është pendim, feja është thim tek Allahu xhallahu ala, feja është frikë ndaj Allahu xhallahu ala, po është edhe shpresë në Allahun te bareku teala. Nuk ka fe, nuk ka islam veç frikë ndaj Zotit pa shpresë. Por as nuk ka fe veç shpresë pa tru frikë ndaj Allahut te bareku teala. Asu s'ka. Do të pas edhe frikën e shpresën, dyjat janë realisht krah balancues të besimtarit në udhtimin e tij te Allahu te bareku teala. E çështu kënaqet pejgamberi sa, çështu kur të na nin, e çështu kur të na sheh, e çështu kur dëgjon, e kështu kur dëshmohet jo mund të kemi si mi përpjekje mundu po. Kështu po aftë. Kështu po. Prandaj pejgamberi sa ka përmendur se ummeti i tij ka mu identifiku di gjykimit, po me çka ka mu identifiku? Me shejat abdesit, me shejat namazit, me shejat adhurimit, jo me shejat mëkatimit. Këtu e shejat dikuj tjetër. Prandaj wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Allahu xhallahu ala ka më dhënë ty këtë me koni kënaqur, po Allahu xhallahu ala ka më ta shpëtuar umetin, Allahu ka më të bën ndërmjetësues për umetin, Allahu ka më ta kënaqë shpirtin e syrin që të shohësh që dominant nga banorët xhenetit umetit, por ta atyre që janë përpjekje, janë mundu, janë kthyer tek Allahu azza xhall, kanë dhënë mundin me pendim, me kuptim drejt, por ata që fenë kanë marrë tallje hajgare, të zhytur në epshe, e të zhytur në aventurat të lodhshme të dunjas, pa asnjë mund, pa asnjë lodhje, pa asnjë sinqeritet, pa asnjë përkushtim. Në fund, na fal Zoti xhallahu ala, kjo realisht është keq kuptim dhe keq interpretim dhe manipulim me argumente fjalëve të Allahut xhallahu ala dhe udhëzimet e pejgamberit alayhi salatu wasalam. Prandaj kjo është me vërtet një përgëzim për këtë umat, se Allahu xhallahu ala ka më kënaqur pejgamberin e tij, andaj është nder që të jesh në udhën e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Është nazi që të jesh, domethënë me përkatësi umeti Muhamedit alaihi salatu wasalam. Shumë tjerë që mund të thuhen në këtë atë, wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Pastaj të ndërua Zot Allahu xhallahu ala nga e kaluara tash kalon në nga domethënë e ardhmja kalon të kaluarën. Kalon të kaluarën, që edhe me të ardhmen, edhe me të kaluarën, Allahu xhallahu ala ti rrafan pejgamberit e tij, po edhe këtë umetit se Allahu xhalla xjalaluhu kush është? Kush është Zoti? Ai ka premtuar se ka më ndihmu, ai ka premtuar se ka më të udhëzu, dhe kështu Allahu ka bërë, do të bënë në të ardhmen, sikur se ka vële sawfa yu'tika rabbuka fatarda, dhe nga argumentet gjithashtu është edhe e kaluara.
Ta është në rrëzër ajetet vjuse, janë ajetet që, s'paku 3 ajetet në vjem, janë ajetet që flasin për kujdesin e Allahut për pejgamberin në kohën kur ai s'ka qenë pejgamber. Dhe ka vazhdu kur ai është pejgamber. Dhe më thonë, një përvoj e rëndësishme me të kaluarën është e domosdoshme për të ndërtuar të ardhmen. Alam yajidka yatiman fa'awa. Alam yajidka yatiman fa'awa. Allahu a është e vërtet se të ka gjetë jetim e të ka strehu? Shikoje sa ka bukurin këtë formulim të ndërru dhe zërë dhe motra. Në këtë ajet, alam yajidka yatiman fa'awa. Mas pari, kjo është një argument për gdheljes, një argument ngushlues, se ata që thojnë të ka braktisë Allahu Gjallahu Ala gënjejnë, nga se s'të ka braktisë kër e kon fëmi, s'ke qenë kërkushi, s'të ka njoftë askur si kon pejgamber, atër s'ka braktisë, e qështë braktisë tash? Kër je pejgamber e tina, qështë braktisë? Anaj të nërru dhezër, njohja e Allahu Gjallahu Ala është boshtë i kësaj sure, dhe njohja e Allahu Gjallahu Ala është burimi i çdo inkurajimi dhe frymëzimin e kësaj bote. Ai që një Allahu Gjallahu Ala nuk ka mundësi mu shgënjy, nuk ka mundësi mu dëshpëru. Kur? Nga se kthehet te kaluara ashe, e kur ke qenë këtu, kush o kujdes për ty? Apo, e këtu kur ke qenë, kush t'ka shëru? E këtu kush t'ka shpëtu? Kthej pak, dëmon filmin e jetës pak të kaluarën, e të shash që atere, kur s'ke dit as doa me bo, as s'ke dit mu lut, as mu fal. Kur ke qenë realisht komplet në një shteg tjetër të udhëtimit, Allahu Gjallahu Ala prap të ka rujt, prap të ka ushqy, prap të ka dhunë Allahu Gjallahu Ala. Apo? Andaj, është shumë e rëndësishme të ndëruar lëzër që ne të kemi një pamje më të kompletuar kur flasim për caktimin e Allahut te barekuhu teala. Njerëzit kur flasin për caktimin e Allahut Gjallahu Ala, zakonisht i qasin nga një perspektivë shumë e ngushtë, shumë e caktë, shumë selektive, edhe në raport me jetën e tyre, po në raport me zhvillimet në përgjithësi. Dhe kemi thënë se fatkeqësisht shumë prej njerëzve që sot kanë mendim të keq për Allahun Azza wa Jall. Madje kalojnë në mosbesim. Pikërisht nga kjo pikë dalën, nga qasja e tyre në raport me caktimin e Allahut Azza wa Jall, që kanë një qasje shumë të kufizuar, nuk e shohin komplet fotografinë, nuk e shohin komplet pamjen e caktimit të Allahut, komplet pamjen e kujdesit të Allahut te barekuhu teala. Andaj, pse Allahu sinimon njerëzve këtu? Pse Allahu lejon këtë? A është këtë kjo pamja dunjas? A është këtë pamja fotografisë? Apo fotografia është hala me e madhe? E pastaj, kur e merë këtë fotografinë, pastaj gjika, merë këtë pamjen. Nga se gjdo fotografi të ndërlozër, nëse marrëm me qasje selektive nga një kënd, mundet me qenë komplet ndryshe. Komplet ndryshe. Duhet me pa çështjen apo ngjarjen apo zhvillimin nga gjitha kandet. Andaj Allahu Gjallahu Ala, a ju kanë ndihmu muslimane apo s'u kanë ndihmu muslimanëve? Merë pamjen këshira apo? A është duke ju ndihmu apo s'po ju ndihmon? Këshirni pamjen apo? Edhe në kuptim të njerëzimit apo? Kuptim të njerëzimit. Allahu Gjallahu Jalalu a kujdeset për njerëz apo s'kujdeset për njerëz? E që të marrësh pastaj ti veç një ngjarje caktuar që është plot urtësi pse ajo ndodh ashtu, edhe përtej sa mund të shash mirësitë Allah Gjallahu Ala, po para se me kalu në atë pamje vizionare për të ngjarjes, zgjereje fotografinë. Shiko në përbot, shiko në përvende ndryshme, kush ndihmon, kush bën, kur e kështu me radhë. Andaj është turp, është një njerëzore, s'po me besimin, po është qasje skajshmërisht e varfër, djallëzore, që nga një pikpame veç me pa dhe me atë me gjyku caktimin e Allah dhe kujdes Allah Gjallahu Ala. Në Allah Gjallahu Ala ja zgjeron pejgamberes në pamjen, deri në fillet e jetës ti atje, edhe atje shka, se dhe është pjesë e jetës tone, edhe atje rekon dunja. Elem je gjithë ke jetimen fë awa. Shiko këtu elem je gjithë ke jetimen. Ka thonë, atë ka gjithë Allahu jetim. E kush e ka bu jetim? Allahu Azza wa Jall. A ka caktuar Allahu te barekota që ai me kun jetim, apo?
Po shikoje kujdesin e Allahu Gjelle Gjelaluhu që në këtë situatë të fokusohet ligjerimi në atë që ka të bëjë me ngjarjen. Për shembull, këtu Allahu Gjelle Wala apo do më i kallëzu pejgamberin sa është i fortë, apo do më i kallëzu sa është i butë, sa është i mirë. Mi kallëzu sa i fortë, ti ka marrë prind çka ke pas me babën. Po, çështot kur do më kallëzu, po çështot e bën. Mo këtu vetëm i kallëzu se të kom gjetë në kuptim të asaj që kur kush të ka gjetë. Jemet pa babë, jemet pa nonë, kush të ka marrë të ka e gjithë ke jetimin fa awa. Të ka marrë Allah Gjallu jetim edhe awa, të ka strehu. Kë strehim të nërëzër, kjo është shumë e rëndësishme me kuptu nëse e një Allahun Gjallë Gjallaluhu qyrë sillet me ty. Në kejtë që është jetës tonë. Shikaj të nërëzër, Allahu po i thëtë pejgamberësëm e lem je gjithë ke jetimin. A je kon jetim? Po. Fa awa, Allahu të ka marrë me strehu. Mirë, për që je kon jetim, e dim, periudhe kaluar. Fjala fa awa, e ajt ka marrë në përkujdesje, e ajt ka strehu. A është e kaluar, apo e vazhdueshme? E vazhdueshme, deri sa u dek pejgamberi s.a.s. Allahu Gjallahu Ala gjithmonë i ka dhënë dikon që e përkrajnë iman atë. Domthon kur e kon fëmijë të këna qute Halimeja, në fshat më kujdes për ty, kur nona e të s'ka mujt me të këshyra atë. Pastaj të ka këshyr nona të ka dek, pastaj të ka këshyr gjyshi, pastaj të ka këshyr agja, pastaj i rrit, pastaj të këna martu me një gruar të pasun, që i na kujdes për dunjon tonë atë, me Khadijën radiallahu ta'ala anha atë. Pastaj na kujdes të i strehuar në autoritetin që e ke gëzuar në Mekë, Sadiku Lemin. A na kujdes? Po, ke pas respekt, ke gëzuar respekt. Pastaj me njerëzit e fortë në Mekë, Ebu Bekri, Aliu, Hamza, kështu me radhë. Pastaj me ensarët, pastaj me fiset, pastaj desa e dek fe ava, gjithmonë apo. Sa është periudhë e caktuar. A nëse dim me lexu kujdes në Allah xhallahu ndaj teje, e gjen që kujdes është pandalshëm. Mirë, po i ndron format në bazë të urtësisë Allahu xhallahu ala, jo në bazë të pritshmërive tua se ti i mangët, ignorant. Për shembull të ndozën. Nëse kish me dikush me këta nga një perspektivë ma pesimiste. Po veç, si prind s'kaptë. Do njerë do ketë mi hapë zbohet ratëm. Prind kanë shku, ajo u krymu. Kështu që ka përnu për teksaj. Dikujt Allah Gjello i jep vazhdimisht mira, e ai hala vajtën të kalumë në pëtën. Ajo ka shku u krymu. Në filoni u dek. Kjo ka ndodhë, kjo njëre ka bo. Këta më su këthemu më rapa. Se e që ka ndodhë nuk gjbet, ka ndodhë. Po shika pastaj nga kjo që ka ndodhë, qka ka rjedhë? Qka ka rjedhë nga kjo që ka ndodhë? Kur të ka marrë Allah babën, qka ka rjedhë? Kur të ka marrë nonën, qka ka rjedhë? Qyre rjedhën që ka ndodhë? Jo ato që ka ndodhë. Andaj shejtani për me pengu pamën e besimtarit, që mos me pa rjedhën e kujdes Allah ndaj ti, e këthen gjithë më na që ka ndodhë, na që s'ka mund si me ndryshu. Apo na që s'ka mund si me ndryshu. Nësë Allah Gjallahu Ala në mësën që këshyre ato që ka mund si me ndryshu, që atje është jeta jote, që atje është lëmëturia, jo ato që ka s'ka mund si me ndryshu. E ka marrë fond, u kryja, nuk këthejet mo. Në te ka pas urtësi, i dinë Allahu Gjallahu Ala pse ka ndodhë, diçka kuptan, shumë nga e s'kuptan, më nënsi është këshyre rjedhën në njarjes. Këshyre pse? Qatë kepë Allahu Gjallahu Ala? A më nërë përshë me vajtu povrë, mi kepë ensartë, ose mi kepë muhajgjertë, ketë mi kepë, pejgamber mi kepë, ama babën bre se kamam. Nëse që vajtan, asë një begati nuk eshe, asë një kujdes nuk eshe, që kjo është e pa mi angustë. Ka ndodhë, baba u dekë, u krymu. Andaj të rëzër, pejgamberi s.a.s. asë një herë, dhe më thonë, nuk është vrej se, dhe më thonë, e kaluara, e ka pengu me qenë i knaqur me kujdes në Allah për te. Kur? Asër se ka përmen, për shambull, kur kanë qenë mira njerës, mira njerës në haqin në këtë mërës, kur kanë qenë. Me thonë, pejgamber, tonë këta njerës uzu në dërteme, baba më shkej, jo musliman ato. Për shambull, a ka thonë këtë njerë, ajo u kry, e dinë Allah pëse ka shku, murë fund, Ebu Talibi ka shku, veç ka bu dua për ta. U kryja, ku shku ma, s'këdhejt e ma,
Më vajtimi i vazhdueshëm për diçka që s'ka mundësi me ndryshu, është ajo që e hap portën e keqardhës, ka e cila shejtani pastaj manipulon ta nxjini jetën. U krija punë. Qyre rrjedhën e kujdesit. Fa'awa. Ajo është kujdes për ty. Vazhdimsi apo. Alam yajidka yatiman fa'awa. A që shtot? A ke qenë në barkun e nonës? Kush është kujdes për ty? Nona jote? Apo prind? Kush? Jo vëllai. Në bart nonës, nëna ka qenë bartës, veç të ka bajt. Kush e më shumë? Ja ki nëzoni një pjesë trupit, veç. Tjerat, kush e kujdes? Allah azhjel. Kush e kujdes për formimin e kokës tënde, për trunin mrena? Kush e kujdes për organet e mrenshme, që s'la vend vetë, për durt? Kush e kujdes për to? Allah azhjel le wala. Kajtë dunjoja mu qunë ko, mu kujdes për ty. S'kishtë e mujtë me ndiku, absolutisht. Pa lejnë Allah të azhjel. Vëllaj të nëllë, kjo periuda e gjendës njëriut në barkun e nësë, është periud shumë frimzuse, është një botë që realisht sa do që është e vogël në kuptim të madhësis, po shumë e madhe në kuptim të domethënies edhe rëndësis. Shumë e madhe, se prej që atje gjithë shka ka fillu, ti që të ke fillu, që atje kupton kush je realisht, që atje kupton, domethënë, peshën tënde, rëndësin tënde, fuqin tënde, që atje kupton amë. Kush je ti, dijen tënde. S'ke ditë kur gjë. Kur je dalë, s'ke ditë uj me lip. S'ke ditë me kallu ku për të dhemë. Kush t'ka mësu me folë? Allahu Azza Ajt ka mësu. Ajt i kap të gjitha pajisit e kërkuara, duara për me folë. Të nëzër, shumica dërmuse, 98-9 sa dushku e prindve, nuk e din se qëfar procese ndodhin tek njeri për me thonë një fjallë. E din t'ja? E din t'i për shamull, çfarë procese ndodhin në kuptimin e lëvizjes së brendshme, trunit, e kështu me radhë, që ku prek dikun, ku është eja përgjese me unë, a din prindi këtë, e mja prek, që tu tani, folet mija se, ku më ditë ku me e prek. Ti s'din ku me prek, bina, se ne më diqka ma shumë. Jo mja kryu, jo mja instalu ti, ti s'din ku mja prek, qaj me fol. E kush ja ka prek për me fol? Allahu Gjelle Gjelali u hapë. Allahu Gjelle u ala. Ju këni fol jashtë, po është e vërtet, kush ja ka dhënë vesh me e dëgju fjallën, e pastaj me kuptu që me lidh me ngjarje, çka po ndodh me di se kësaj po i thej kanë gotë. Kush e ka mësu këto? Allahu Gjelle u ala. Ani kujtoj e këtë kohë, kur t'ka mësu Allahu te bare këta kërë kongë, kujtoj e atë kohë tani, kur bëjsh do, me të arë marrë me thonë, u luta pas mu përgjegja, është marrë, me thonë, Allahu Azza wa Jall ka s'pu pa Allah s'pëdi, qyrë me s'pëdin, aja që t'kja për shumë ma tepër, pa krahasimisht ma tepër, se aja që ka mund me ta marrë, e ato që ti ka marrë, se ka marrë që i duhet, për ka marrë për të mirën tonë, për me dhonë dhe që ka ma tepër, që kështu të gjithë mund, qarku i caktimit të Allah në raport me ty, aja që e një Allah në gjellëvala, elem e gjithë ke jetimin fa awa, jetim të ka gjithë Allah në gjellëvala, të ka srahu Allah të barë këtale. O wajadaka dhallan fahada. Të ka gjithë Allahu Jalla wa Ala të devijuar, e të ka udhëzuar. Çfarë kuptimi devijuar? Domthon dal i ka dy kuptime. Fjala dalala i ka dy kuptime. Kuptimi i parë është ndërgëzër është kuptimi kur njeri pa dije, s'ka dije dhe punon në të kundërt në dijes. Në të kundërt në dijes punon. Wala dalin. Allahu që dhëtë në Kur'an. Wala dalin, do ata që s'kan di që shmija boja, ka mbosin pas tekeve tyne, mendjes tyne. Dalal është me kundërshtu dijen që e din që qështot për i bjen kësajde. Edhe kjo dalal. Dhe dalal e ka kuptimin e të gafletit. Në ti i din se ke pas. Ti e kon qeq, dëmon, në të kundërtën e asoj që të kena dhonë apëtën. Që kjo dalal apëtën. Jo në kuptim të devijimit në besim se pejgamberim asë njere s'ka adhru idhujt. Pejgamberin sasërëm edhe në kohën para pejgamberlogët, kur zina nuk ka bo, kur amoralitet s'ka pas, kur alkohol s'ka pi, kur absolutisht e ka rujtë Allahu Azza wa Jalla. Mirë po, a ka ditë që shmeron sejgjde? Jo s'ka ditë apë. A ka ditë që shmeron la ilaha illallah? Jo s'ka ditë apë.
Shko pejgamberi s'ka ditë. A ka ditë? A ka ditë që Allah ka në El Ghafur, El Rahim, El Melik, El Kudus, a ka ditë? Ja, se ka ditë. A i ka ditë pejgamberi natën në nëmet Allah Gjellera që kush e lutë me to Allah, a ka ditë? Ja, s'ka ditë. Ja, s'ka ditë. Përsta ka kërën shpele ka najtë. As su falë, as kënë gjinu, s'ka di që me po. Vesh ka meditu. Aja që është e natyrshme për njeri unë. Që kjo artë, o gjithë dhe ka dalen fehede. Të këna gjithë, ma kun të të dri, të s'ke ditë, me l'kitabu, wale l'imanu, as këdi që ka është Korani, as që ka është imani, as që ka Ramazani, as s'ke ditë Allah për të po. Na të kemi mësua për. E që kjo Allah që të ka marë nga kjo erësir, nga kjo huti, e ti ka hapë syt e zemër se të balë të ka mësu, a që kjo të lena? A që kjo të lenë tyja? Pas të lenë Allah, Allah. Ta kap më të mirën që e dën. Por do tjera që si dën Allahu xhallahu edhe mos me t'ia bësh njerë të bën. Ata e besim të me këshyr. Çka të kap Allahu xhallahu? Çka të ka dhënë Allahu te vërtet? Nëse ta kap Allahu mundsinë subhanallahi wa bihamdi. Me miell në pëm xhenet, apo e dikujt ja ka mësuar me miell në dunjë çat pëm, ama ti ski kopsht. Çfarë ti kap Allahu më mirë apo? Po kujtoj e kërë, në e harrona kopsht e gjenetit që Allah në ka jap, edhe në ka jap në dorë farën me miell, e harrojmë atë kopsht atja dhe të kësha pasë 2 orë me miell që të do gjelbrema. Mirë nëse se ki, që kam i bo që se ki tash, du të me kajta, a me vajtua, a me kujnë të shpruma? Shikoj e thash gjithmonë, bëjë ndëruar, dhe motë ndëruar, shikoj e gjithmonë, pamën e kompletume, që ta këshire gjithmonë. Nga se pamet e cunguara, pamet nga këndë gjysmake, gjithmonë t'japin edhe përgjigje gjysmake, të pa kompletume. Qëka të kapë Allahu Gjelle Gjelaluhu? Të ndërnozër, Allahu Gjelle të ka dhonë namazin, vajgjit dhe ka dalën feheda. Para në që të kam su Allahu mu falë. Allah këtë veç me në njëri, ta merë me menje, me keti merë me vetja. Nështë me ore tëra thellor meditime. Para në mu mledhë, këtë djetarë të dunjas musliman, apo, me ne përcaktu një formë namazit. A kishin me përdo që të formë që farë i sashti? Jo, këshyne për shambull, këshyne. Allahu Gjellewal në ka mësu kohë të namazit, në ka mësu kusht namazit, që ulemat kanë konsenzus në to, që aty ku Allahu Gjellewal e kalon pak hapsir, pa e spjegu, ka mos pajtim, apëtën. Ka mos pajtim? Për të regu që kjo është më urëci në Allahu Gjellewal, kjo është më urëci. A para të shkon farzin dorë dietarëve. Sa më dhëbe kish pas apo? Sa mos pajtime kish pas? Sa xhamia kish pas? Çka kish mendon? Allahu xhallahu ala ato që e cënon unitetin e ka mbyll. Që kjo me çikaç se Allahu ka shpjeguar për çështjet e fesë garantohet uniteti. Për tjerat është një lëramani që e pasuron unitetin dhe e teston sinqeritetin ato. Apo duhemi për një apo jo? Ja, po më donë mu pëse më nëjë si ti, apo po më donë për një qëka tjetër, apëtën. E tani kjo në tjera teste në këto, apëtën. Mirë, pa Allah Gjellewala e ka nuk këtë apsirë, te ke pa. Aty ku Allah ka prej qështjen, e qartë. A ne du më thonë që, o e gjithë e këtë dalën feheda, të ka gjithë ty, e neve që në ka gjithë. Që shimi konë, apëtën? Ku je konë të, apëtën? Andaj, kjo surë është vetëdisuse, kjo surë është inkurajuse, është frimzuse, për kejt jetën tonë, apëtën. I përmendë Allahu Gjallahu Ala stacionet ma të rëndësishme tjetës rrëva. Fëmirin tonë, jetimen. Nështë që konë ti jetim. Ama je konë edhe ti me një kohë kur s'ka mujtë me të kërë punë as baba asë në kërgjë. A je konë me një kohë. Je konë, apëtën. Vajgjit e ka dalën feheda. Je konë me një kohë s'ke ditë. Asë shka është Allah, asë pejgamberi. Je konë me një kohë. Je konë. Të ka uzu Allahu Gjallahu Ala. O vajgjit e ka ailen fa agna. Allahu Gjellewat ka gjithë, ail është fukara, s'ka pas, ajt ka posunuar, ajt ka dhënë. Në qëfar kuptimi Allah të ka posunuar? Të ka posunuar mas pari me shpallje, po të ka posunuar në dunja. Pejgamberi Alehi Srasun të ndërëzër, para se mu pejgamber, e ka pas punë mirë ekonomikisht apo jo? Mirë ka pas, ka po tregti, Khatija ka qenë për të pasunave. Edhe Hatija të ndërëzër, sinqeresht, nga begatit më të mëdha që Allah ja ka dhonë pejgamberit është Hatija radhiyallahu anha. Kjo gru është, doon sinqeresht, e pa imagjinueshme, atë në qysh mund me konë një gru që është ato.
Këta është e përzjedhë në. E pa me gjë i ushme, që i ka shërbi pejgamberit alayhi salatu wasalam. Përshët ka gjithë Allah, ajlen, fagna, të ka pasur me gru, edhe kjo pasuri. Të ka pasur me gru, të ka pasur Allah gjallë gjirali hu me autoritet. A ke pas me ka autoritet, po, pëta. E sa di kulemin. Asë të se ka pas amin që është veçti. Të ka pasuru Allah, edhe autoritet është pasuri. Po me parat ka pasuru. Kush e konë? E konë që banë, ka rujt dele për me hongër buk. A ka rujt dele. Pegamberit ka rujt dele të kurejshme për mujt me hongër buk. Pasi Allah ka pasuru me gruna. Gruja është pasuri. Të ndësë, gruja është pasuri. Po aja që realisht është e formume në udhëzimet e fesë. Aja gruja cila e ka për një men nonë Khadijën, në rëgjallana, është gruja pasën shumë. është pasuri e madhe me pasë kësi nonë. Sinqerisht. është pasuri e madhe kësi nonë me pasë. Khadija radhiyallahu anha të ngëllëzër, i ka shërbi pejgamberi sa më thonë, deri në frim fundit. Deri në frim fundit. Edhe shërbimi i cili të mahnit, Allah, të mahnit, çfarë shërbimi ka bëu. Tja, a ke vetë në herë, për shembull, kur është vetmu pejgamberi sa në shpellën Hira, po, kush e ka që bukën atje? A ke vetë në herë? A ke pa ku është e shpellë? Sot për turizëm më unë gjitë shpirtit del, veç për qef, elbet, më unë gjitë. Edhe atë një herë, mrena, dohon 10 ditë sarën atja, 2 javë, unë gjitë. Edhe pësët është e lecume, e ka rregullu rrugët, është halajnë të rregullu, mu shme pa në shishe ujtë ftaf që të, në termas në gjep, kejtë me të nga mjetët më unë gjitë në altë, edhe për qef me shku, për kureshtje. Khadija ditë për ditë, është në gjitë me bukë, me që burit vetë në shpellat jam. Tja menën, kush e ka që bukën pejgamberi? Khadija ka që bukën. Se që shtu ka thonë vetë. Sa i ka pas Khadija radhiyallahu anha kur e ka që bukë pejgamberi në shpellë? Llogaritni se ka pas. Ha? Ka pas 60 vjetë. A kuptut? Se pejgamberi, kjo përsema është shpallë. Nëse ka qenë 40 vjeqare kur është martu, e kjo i ka arë pejgamberi sa mas 7-18 vjetë, apo shpallja, i bjenë sa i bjenë të nuzë. 57 vjetë gjerë i ka pasë, që ashtu, buk, murët vetë e shumë. Madje, disa djetarë e kanë një dobi shumë interesant, me që henim të Khadija, se kjo është pasuria, kjo është pasuri. Pejgamberës në Mekë të ndëzër, sa qika i ka pasë? 4. Ka pasë qikën, ka pasë Fatimin, e ka pas Kulthumin, e ka pas Zainabin, Ruqayyen, e ka pas 4 qika. Nuk gjenë të rësmetim dikun që qikat i kanë bu izmet. Përme që i ka bu izmet Khadija radhiyallahu anha. Ska liu kërkush më u përzi në shërbimin e saj në burit saj. Unë i rigati këti njëri. Kur? Prandaj, Allah e ka shpërbly për që shërbim. Se që të shërbim po dojnë sot me rëdzu, me eliminu. Që të me fut konfliktin, kush kujt i bën hizmet apëta. Nuk kjo hizmet i argatlëkut. Po kjo është plëtsim njëri me tjetërin. Se dhe buri shërben grust, edhe është argat, hamal, ban, edhe aj. Ama dojnë me fut, kush kujt dojtë mja bogati drejken? Kush kujt dojtë mja qitë kafën? Tendenca për me e njëllos bukurin e dashurisë bashkërtora. Të ndërumë vëzër, veç në fund një semi të reguavë, se kjo është ders i gatë, që që ka bu hizmet, Khadija, pejgamberit të ka ders. Ama ja ka pagu Allah në dënja, para ahiret të thëmë, motër e ndërume. Sikur të transmetën Bukhariu në sahihun e tij. Khadija konë të jabru bukën pejgamberës më shikam. Bukë ka konë të bru. Hala, murë, kjo ka qenë të më thonë, para se me vdek. Para se me vdek, ka përta. Në qatë mosh i ka bu izmet atë. Ka orë Gjibrili ka thonë, hadi Khadija muqbile, oshtuar Khadija, radhiyallahu anha. Shikoni të nëvëzër, Khadija s'ka qenë të u falë. S'ka qenë të u falë, s'ka qenë të botë të spitë, të zukur, ka qenë me tabak në dorë, o fjedhja i dam, ka pas një qorë bëndorë të jaqu pejgamberit, salësëm ja ka bogati burit saj. E që të ka thonë Gjibrilin mo, tash, o mosh mo, ka thonë, hadi Khadija muqbile, ashtuar Khadija, të regoj se Allahu po i bën selam, edhe i ka pregadit një palat në gjennet,
ku s'ka lodhje në të, se balje lodhë, jenë gjitë kodrave, e ke ngajtë mastije, buk, këna me shpërblyme një palat ku tash kimo shërby, s'ka lodhje. La në sabefiha, wala, fasab. S'ka në të lodhje, as s'ka mangësi, as s'ka smunje, s'ka kurgjë, s'ka pleqni. Shpërblim? Në dunja, pse? Ka mujtë kjo shpërblim me jarë e në sejgjde, apo, a ka mujtë? Ka mujtë kjo shpërblim me jarë e ja në të hijatë, ka mujtë me jarë. Ku i ka arë përgzimi, edhe kjo është të me thonë se, i ka arë përgzimi, ajo të tabaku në dorë, ka ja që në burit vetë bukën me hongër, që aty ka arë përgzimi, edhe. A është kjo rasishme, që ashtu ka qëllu, ka mujtë me qëllu edhe, të hongër bukë, ka mujtë me qëllu të pi kafe, ja, sa. Edhe ajnë me gjithë që konë, i ka thonë, pejgamberi sa hadithi për 70.000 vetë, apo, kanë me hinë në xhenet 70.000 vetë për umetit tem, të cilët smirën pyetje e qapën. Që aty ka qëllu kashë, rasisht të kundë, ja, sa rasisht, ka mujtë këtë hadith pejgamberi me thonë 100 herë, po e ka ditë ku me thonë, se kjo s'është fe e rastis, kjo s'është fe që e menaxhan pejgamberi që ka me thonë, jo. O vajgjit e kjo dalën feheda, a i të udhëzën ku me thonë, a i të ka udhëzuapën. Andaj, të nëzër, kjo është pasuri, për një burë, një grua e respektueshme që e dëgjon e ndihmon e i shërben, është pasuri që do të me e vlerësu e me konë mirë njës. Jo me kërku njeri me symbol, gura i bo një zmet ati, a i thot, e pse ti s'det me punu dikon, me i bo zmet dikuj tjetër. Një begati që ndore ka e këshur me hu për përfitimet dënjës. Nga se bukuria është në plëtsim, e kemi cekë, jo në konkurencë, po në plëtsim. Ato që ka nuk mund me bo buri, do të gruja me bo. Ato që ka së në bën gruja, do me bo buri. Gjithve e ka për Allah Gjellewala ka një aftësi, ka një mundësi që këta plëtsohen, që kështu plëtsohen dhe kështu kontribojnë bashkë, po jo konkurojnë, jo që përplasen edhe bojnë jetën garë, kush e ma dominant, kush ka ma tepër, e kush... Kësë është jetë, kësë është pasuri, kjo është varfëni bashkëtore, nuk është pasuri bashkëtore. Pasuria bashkëtore është në bashkëpunim, në mirënjohje, në mirëkuptim. Po, që kjo pasuri, kur vjen burri nga shpella, nuk di që i ka ndodhë, thot, zdi që ka të ka ndodhë, po ty Allah s'tu kur. Që kjo për krahja, që kjo pasuria, o vajgjet e ka ailen fa agna, të ka vgjetë edhe të varfën, s'ka pas babë, s'ka pas tonë, të ka nap një grutë, këti ka kompenzua, që kjo është agna, të ka pasur Allah me grutë, të ka pasur Allah me pasun e saj, me autoritet, fa agna, pandaj, një Allah që i keqë shtu kujtës për këti ka dhonë, që ka dhush për ta, që ka dhush për ta, fa emme letime, fa la të këherë, e të rrë zimet, qështë këmë dhonë, të është bëna, që kja është të më dhonë, që ka se cili paragraf me hershëm, ku Allah u të regonë, që ka i ka dhonë pejgamberit, kërkon nga i mi a dhonë dikuj tjetër. Që kja është të nërrumë dhezër, pjesa e dytë e njohje se Allah të vare këtëne. Pjesa e dytë e njohje se Allah u gjellë gjellë hu. Pjesa e parë është ta njëshë Allah u gjellë huale me të kaluarën, apo e të qetsohesh, e të ndihesh mirë, apo e të ndihesh i lumëtur, qëfar Zoti kom qëre këtë vend, qënë këtë vend, ku më ka pështu Zoti ku mujtë me shku, ku shëti ku isha konë, e i kujton këto, e gjdo kujtim për adhanë falëndrim, mirë njohje, mbush zemrën, energji, mbush zemrën, inkurajmë, lumëturi, për Zoti që kujdesit për ty dhe është kujdes. Kjo është pjesa parë e njohjes. Pjesë e dytë e njohjes është që tash ti është mirë njohës me kërkimin edhe me udhëzimin e Allahut xhallahu ala. Shiko se s'la nga të trijat, i ka tri tjera, e lem je gjithë kje jetimen fa awa, wa emme letime fa la të këher. Dhe të ka gjithë jetim, edhe i na kujdes për ty. Andaj edhe ti jetimin mos e përbëz. Jetimin mos e përbëz. Të nërëzër, o shumë, sinqerisht, shumë e pakapshme, shumë e palogikshme. Kushe njerë që kanë kalu në hjeka, të kaluarën, apo, edhe vëzë është me i kursy fëmijët e tyne, grunë e tyne, burën e vetë, nga hjekat e tila, i përzit njëtët hjeka në njëtë format. Për nëse dikush të ka bu keq, Allah, pse të ashtë i vazhdojnë dikuj të tërë mi bu keq, ti e din sa keq e kjo punë. Ose e kundër të dikush sa mirë usin me ty, sa mirë u bu, e pa tash, pse së vazhdojnë të me dikon tjetër, pse nuk vazhdojnë zingjiri i bëmirësis, po e këput me inatin edhe me epshin të mëse. Fa emme letime, fela ta këherë. Jetim, mos e përbuz. Qështu ka duk me të përbuz, si kër e konë ma i ri? Dikush me të shty, qështu ka duk?
me të nënçmu, qështu ka duk? E Allah u kun keq, këna hjek, s'na kanon me fol. E pse ti s'pilen sot me fol, prapë? E pse për ti s'me bon kështë, pse apëta? është habitshme, është habitshme. Na shohim për shembull sa kemi hjek para luftës, për shembull me makinerinë e okupatorit për shpifje, për akuza, për kufizim apo. Shumë tash njerëzit këtë e bëjnë veç të përkthejmë gjuhën shqipe. Pse më rëllam? E pse e njëjta? Pse i njëjti format atë? Ja si ballë ngime ato të kaluam ata? Hamën ti me fala taqër, yakuni shkreti dopt këna strehut, këna lirut, këna vo. Bën tash ti tutje që dikush më e gëzu ato që e ke gëzu ti. Ose s'pako ato që ti ke gëzu ti, të gëzon dikush tjetër. Ato që ti ke gëzu ti me prindin ton, le të gëzon fëmijët e me ty. Ato që e ke pa që se ka gëzu nona jote me babën ton, le të gëzon gruajt e me ty. Ato që e ke pa që se ka gëzu babajt me gruan e vet me nonën tonë, le të gëzon gruajt e me ty. Shkam plëtsim e sipër për mirësaje, fala, që kja është, të ka e pa Allahu Gjellu Ala, jeb nga e që të ka e pëzotit e bare këtë alat. Ama njerëzit nuk veprojnë në bastë ndryshimit e pozicionimit, fatkeqësisht apo. Ndryshimit e pozicionimit. Çka i kupton ndryshimit e pozicionimit? Shkojnë të ndërëzë për shembull. Njëri i cili ka nevojë dikush me i ndihmu. Apo. Për shembull ti ki borxh. Edhe ki nevojë dikush me ta ngjit dorë me la borxhin. Ki nevojë. Ti ki për shembull bërgjësi ekonomike. Në hjeket e tua thosh subhanallah. Që për një musliman s'në vetë a ki borç. Që për një musliman s'në vetë që a ki punë. Hajri inshallah. Ti që shtë menan? Nga pozicioni i tjekunit. Nesër, Allahu Gjellu t'jep mundësën apë mëresh, apo? Dije që në vend ti ku e konë t'jullin, ku është tjetër është të menu. Qyrë më s'ka një musliman? Pse si e ti qaj? Mu të kujtu që me s'ka pas dikur që ardhë me vetë, s'ka ju në të ves dikam pra. S'ka hesh situata. Si dërën pozicioni, dryshon edhe tash vetdia dhe mendësia. Nuk mënën nga karika ku konë, po nga karika ku është, afonsh. Zban kështo, po. Fa emmen e ti me fela taqër, e ti mëse në nëshma e konë, ti qëtu e konë, apo? Wa emme saile fela tenher, edhe pytësin dhe lypsin, mose në nëshma, mose refuzapën. Këtë sajli ka dy kuptime, të ndërëzë, sajli ka dy kuptime. Kuptimi i parë është lypsi. Ai që me lyp, mose e këthejapën. Ose, mose në nëshma. Ski mundësi me dhonë, thuj, Allahot një muftë. Allahot të lesu. S'pako që të thuj, apo? Po flasë të nërëzë dhezër për lyps i cili realisht lyp me dorën e ti, jo me ftyrën e ti. Ka lypsa që lyp me ftyrë. Apo kuptan, është në gjendje ftyrën me edhonë, karakterin me edhonë, moralin me edhonë për me morë. Këta nuk jenë lypsat sinqertë, që jenë shtu fatkeqësisht, e që punojnë për patronat caktuar që presin qyshe sa para pjabin. Po ka lyps vjen derë, mund të jeti vjetër, mund të jetë njëri në rrugë dikun, kamet. Mund të jetë dikur që lyps jo nga varfria e skajshme, po kamet zarë, vjen lyp diqka. Fela tenher. Këta mos e kthe, ose mos e përbos. Edhe sajle ka një kuptim këtu, që është në përputhje me dytën. Se e para ishte, e leme e gjitë kjetimin fë aua, cëla ishte kjo tjetra? Fë emmen e ti me fela, taqër. U ma gjithë e kjo dalën fëheda, të ka gjithë të pauzuar, të ka uzu, u emme sajle fela tenher. Atër nëse shkoj me këtë përbalje, sajle të është pytësi, pytësi. Të s'ke ditë, apo, që shke pasë që për në cu dikush, mu të përgjishë dikush, apo, me të kalëzu dikush, a ke pasë, po, da shumë ku pasë qef, apo, po që të ka qeve dikush të tërë, apo, mësaja. Ama jo, si të bojmë një nivel caktum të dijes, të njërive me njëre, kene tash protokolle me mri diri të na, ka procedura, ka dale, jo, da asë një, mu në kënjëri në zonë, Allah në falë, normal, mu kënjë angazhum, ose mu të lemru me njëre, kështë më radhë, mirë po, me ndërtu bariera, protokolle, për shkak se tash certifikata kallëzëm të që ka ndryshe, apo, së është udhëzimi i surës ad-Duha. Wa amma as-sa'il fala tanhar. Dikush pyet për një pyetje, apo, mos u çao kjo pyetje pa lidhje. Ose në çfarë njëherë, apo. Nëse është provokim, largoje provokimin, apo. Po mos bën nivel të provokimit, apo. Kjo është vetë për gjallart. Mund të bëj nga kjo ty, në familjen tonë, mund të bëj nga kjo ty me shokët e tu, me shoqët e tu, ka mundësi gjithë me na bëj kia, apo. Këtu normalisht, sa ma i dishëm që është, ma shumë i për këtë që ka jetë. Me qenë ma i hapër ka shi pytëzë. Nga se një nga format
më të larta, më elitare të bujarisë është bujaria me ilm. Me thonë, sa Ibn Qayyim rahimahullah kur i ka rëndit nivel të bujarisë, niveli më i lartë është shpirtin, me thonë, se për të shpirtin s'ki çka jap mo. El judu bi nafs. Me thonë fi sabilillah, ç'ka është më e madhe. E dyta është me ilm. Me thonë ilmin. Me shpërnda dijen apo. Me sa din. Të gjithë neve na kap hadithi pejgamberit sallallahu alaihi wasallam bellighu anni walau aya. Për cilin ka qoftë në jetë. Për cilë? Ama për cilë me dignitet, për cilë me besnikri, e vërtetësi, jo me harnime, edhe me pastaj me ndryshime. Pej burimit ku e ke marë, deri në cakun ku mu shpërnda, ku është sot deformimin e pësëna e fjallë. Jo kështu, apëtëm. Jo kështu. Prandaj, u emme sajle felat të nërë. Këna qoftë. E në veçanti të ndëvëzër, në veçanti, prind e ndërum, kujdes në pyetjet e fëmijëve të juaja. Mija të vetë se të ka autoritet, sot vetë mirë është. Shpesh e fëmijë prindi fatkeqësi me 2 dorë të veta, apo e rënon autoritetin që ekziston të fëmijëve. Çao ka pyetje pa lidhje. Çfarë po bëj sot? Hajt shkon sopja ti. S'është kjo përgjigje. La ten herë, ajo me të vetë. Mund të jetë pyetje për ty pa lidhje, po është produkt i mendjes ti imagjinare, ai që është mendon. Ka mundësi vetë për Zotin, ka mundësi vetë për çka do koft. Sprish punë. Riformuloja pyetjen, jepja përgjigjen. Ama ruaj autoritetin, edhe ruaj që të mbetesh referencë e pyetjeve derisa të bëhet i aftë ai me i gjet vet. Nëse hop këtë referencë është begati Allahut me ta mundsu Allah që me vetë më jap. Është begati. Nëse hop andaj të ndrozë saj mos e nëshma pyetjen. Nuk ka vllajt, motra jote, nuk ka i afërt. Apo mos të kthejmë në çdo pyetjet njerëzve në raport me fen në provokim. A se ngjonë këto? Unë nuk po them që na me kon dej sinqert dej në nivel të naivitetit apo. Po se ka një që provokojnë, po, por edhe përgjigja tjetë me standardet tuaja, jo më ra në nivelin e tij të hajgarëve të lojës apo kështu më radh që rresht mund të pastaj atë me nënçmuar. Mund me nënçmuar. Ti mund të më kallëzoj që këtë lojë në kuptoj mirë apo. Mund të më kallëzoj që nuk bin këtë gradë. Po, mund të më kuptoj kështu. Po jo me nënçmunirin apo. Jo me ofendu. Për shkak se nuk është kjo ajo që i përket një musliman, vaj me sajle fala tenher, mos e përbuz dhe mos e nënçmo asnjëre pyetsin e as lypsin. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith, edhe wa wajadaka a'ilan fa'aghna, të ka gjetë pasën Allahu azza jall. Andaj për begatit Allahu xhallahu ala, domthon shprehu gjithmonë. Shikoj këtu të ndozur s'ka thonë Allahu te barek o taala për begatit e Allahut akhbir lemre njerëzët, po hadith. Qka do i mes hadith edhe akhbir? Na me përthy dy atjen kallza, trega, rrëfe, po jo, në gjuna në bekoni të dhe më. Kur i thush dikujt për shambull, për qita, lemre njerëzit. Ti i lemre një herë. Pastaj, a i lem mund që me u fut në të kaluarën. A hadith është, dhe më thonë, mbaje gjithmonë aktiv këtë lajmë për begatit. Hadith, gjithmonë falë për të begati. Gjithmonë falë. E cëta është begatia që e ka për Allah Gjelloha pejgamberi sa më qëtë me folë për ta? Shpallje është e para. Falë për shpallje. Falë për udhëzim, falë për Kur'an. Hadith. Falë për islamin që te ka për Allah Gjelloha për begati, me kënari, falë për ta. Hadith. Por edhe për begatit e dunja që te ka për Allah Gjelloha. Të nërëzër është gabim që njeri në emër të asaj që njerëzit mos mira mësysh, ose mos mëfoj për ta, që ka bën? E të regon të kundër në gjendës që e ka apëtën. E të ashtë diku që jo mirë, njerëz lapot, ja, kalza, mbrojtje nga mësyshi, është ndryshe, jo në këtë mënyrë, apëtën. Ka dhikër, ka Kur'an, atje fortifikau, me le Allah Gjelloh këtë zbën të sen, inshallah. A me thonë, valla, që telashe, probleme, as të s'ka probleme. Po mi kalzu këti tani kë, kalzë njerëz Allah, mirë jam elhamdulillah. Rëfimi për gjendje për gjithshme duhet jetë i sinqert. Detajzimi i këtij rëfimi varet nga njëri. S'kemë mi kalzu gjikujt se kum bleqë ta, kum bojë, s'ka nevojë që mi kalzu. Ka njerëz që ju kalzon, ka njerëz që nuk kalzon. Por mos u trego i shtypur kur Allahu të ka bërë ngritën. Mos u kalzo çështë. Mos u kalzo i varfër kur Allahu të ka bërë pasur. Mos e kalzo i hekun kur Allahu xhallahu të ka begatur, mos e kalzo kështu, s'ka nevojë.
duhet mi shpreh begatit që Allah t'i ka. Edhe në aspektin e fesë, edhe në aspektin e komunikimit, edhe në aspektin e raporteve me njerëz, edhe në aspektin e çdo begatie që Allah t'i ka me njerëz. Hadith. E të folet për begatit është disa forma. Mund të jetë formë e komunikimit me fjalë, por edhe të dukjes, edhe të, domethënë, mënyrës së të jetuarit e kështu me radhë. Po, të ka Allah begatin, shpreh begatin. Shpreh begatin, se Allah, që ka thonë pejgamberi, Allahu don që me pa ndikimin e begatisë së tij të robëve. Do me pa që të ka Allahu azza xal. Që nuk është të ndërlodh vëzër vetë pëlqim. Nuk është me ndëmallësi. Pse? Pse nuk ka me ndëmallësi? Nëse me ndëmallësi është kur do me nënçmu dikon ose kur do me kallu çorone çka kumbo. Unë këto s'po të Allah xhelua kallzo se i më që mie. Jo, bi ni'meti rabbik, çka të ka Zoti kallzo. Përderisa gjithmonë Allahu kur s'është me ndëmallësi. Asë në të pëlqim, Allahu na ka thonë. Don rrëfim që nxit mirënjohje, rrëfim që nxit inkurajim, rrëfim që frymëzon dikë tjetër që më aqilçi për begati që i ka. Ç'kjo është e kërkuar? Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith kalza. Po, na ka Allahu azza xal. Na ka mundsuar Allah, alhamdulillah. Këtë mirë të kemi apo? Alhamdulillah. Na bëft Allah falërues. Ama na ka rregull që të ndërvozë që çdo dy të fjalë me një musliman që e bën, ani më bëu më marr vesh që ka një prek që vini çka vallahi ta pren për para ose kështu më radh. Thonë që njerëzit më kanë i kënaqur kur ja cakët derën edhe ka me liptaj. Kjo derë odhi. Kur Allahu xhallahu ala boni të bindur, të bën adresë të fukarave, të ignorantëve, të smutëve, njerëz në veli, ty të bën adresë për të punë. Të kanë rruar Allahu xhall. Se çfarë derë dikun ka pas me uçel Allahu xhall. Rabte vet Allahu silen me ik. E në mesin e mira rabëve e ka përzgjedhur Allahu derën tonë, shtëpinë tonë, jetën tonë që ti je ti referencë tyne, kjo është nimet, kjo është begati. Nga se qështu e ka po referencë kanë pejgamberin s.a.s. Qa kanë pas njerëz ku ta janë ku? A pejgamberi kur s'ka thonë ma keni te shpirtin, s'ka thonë kështu kur? Po qa ka thonë Aisha radhiyallahu anha? Pejgamberi s.a.s. në fund të jetës së tij është fol ulur, e qa'adahu an-nas, e kanë lodh njerëz. S'ka mujt më kombinat nga shërbimi që ka bën njerëzve. Çka është Islami thonë zot? Jo individualizëm, jo punë të veta. Çka të mund më gjit njerëzve, me çka të ka Allahu gjendju me çka të ka Allahu. Nuk ka dikush që realisht s'ka diçka që ka Allahu xhallahu. I ka diçka. Kështu çka të ka Allahu xhallahu, shërbej tjerë me të, bëni mirë njerëzve me të. Me çka të ka? Çelë derën e bamirësisë. Nimoj njerëzve. Ti mon Allahu xhallahu aty. Dhe kjo është treguar se ti e një Allahu xhallahu ala. Qysh e një Allahu xhallahu ala? Nëse Allahu ka thonë wala in shakartum la azidannakum. Nëse falënderoni ishte begatit. E falënderimi është jo në shfrytëzim, po edhe në ndarje, e në kontribut, e në dhënje, e në mirësi, e këtë koftë. Prandaj kontribon me një fjalë të mundshme, me një lidhje, bën urë dikun. Çelë derën e shtëpisë për musafir, apo për akrebat, për të afërmit, bën sebeb me lidh njerëz mes veti. Ndihmoj me mësu fen. Gjej një 10 vet për shtëpisë tonë, mësoj namazin, mush më mësoj namazin, çish më fal. Mësoj fatën, bë sabër. Mësoj kushtet e Islamit, mush të më bëvë. Mundesh me prodikon dash, mundesh shumë me mundesh. Andaj begatinë Allahut shprehë se i kënaq me begati dhe po e shfryzon maksimalisht në bamirësi ndaj vetës edhe ndaj tjerëve. Kjo është ndonjëherë ajo që kërkohet. Dhe çka është ajo që na ka mësuar Allahu xhallahu ala e që ka shumë dhe këtë jetë ajo është në ndjenjën e kësaj wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith. Fal sa të mundesh për mirësitë e begatit Allahu ndaj teje ndaj tjerëve. Kujtoj njerëzve kujdesin Allahut për ta. Bamirësinë Allahut ndaj tyre. Mos lejo që shejtani me i zgënjyn raport me zonat e tyre. Kujtoj gjithmonë sa është kujdes Allahu për ta. Sa i dën Allahu xhallahu ala, sa i pret Allahu më pendu. Inkuraj njerëzit, jepi shpresë për Zotin xhallahu ala që të kthehen tek ai të binë në kurthat e demoralizimit e zhgënjimit djallëzor. Allahu na ruajt. Kjo është ajo që mund të themi për surën Duha. Allahu xhallahu ala na e gëzoft zemrën gjithmonë me përgëzime që na i ka dhënë. Në dunjë e në ahiret, dashur Allah që gjithmonë ta gëzojmë për krahjen e Zotit në dunjë e në ahiret, në fen tonë, në dunjën tonë, në shëndetin tonë, në familjen tonë, në vendin tonë, kudo që të jemi. Allahu xhallahu ala përmirësoj gjendjen e për të mirë, u takofshim për hajër në takimet e ardhshme. Zoti ju shpërblet të nderoft. Sallallahu ala Muhammed wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katira.